Na shqiptar shqipe, kërkas jemi. Ta i përket YouTube-it, ose edhe kështu me men, kërkas jemi. Zdi bro, bëll një herë shqipe të mija, kum hek. Po mëne, jo kum hek, po e kum pos një farë situate, para një viti që shtu besoj që e dini me atë gazetaren, me radio të Dukagjini e këta kanë full cash për mu, jo mja bloku, jo që shtu pitut fëmijët, jo po bën për fëmijë, jo se në vene. Pastaj kaloj ajo shqipe të mija, kaloj që ajo situatë, tash vjen një situatë tjetër, që si për shembull, që kja fotoja. Imaginan një është postur në rjetin e Prizrenit Shqipe, që është një grupi Prizrenit, këtu në Prizrenalive, edhin që janë, edhe janë qëtë grupe edhe i postojnë ka 90 plus video në ditë, të me thonë janë aktive edhe janë bi 37.000 pjestar këtu brenda. Edhe bo se ky boca doktor Fadil Rafsh, të me thonë asfalt, doktor Fadil Asfalti e ka postu e një foto. A ka nëj blok në YouTube, mos me pa fëmija që ta, se na lodhen, shka se ren aty emrin Tajland, s'po muj me bloku në YouTube. Dhe me thonë, vetëm kur e she, para me në, jas me shkrujt s'ka dit, ajt veç ka i me e bo qëtë postim. Ajt qa me bo, pe bëj qëtë postim, edhe ato e ka qitë në grupin e Prizrenit, që unë jam veti Prizren Ali, para me në, qyteti jem, tani me menu keq për mu, ose me thonë qka unë të ndodhë. Dhe me thonë para se minja dhe komentet mi ledzu, se ma shumë jem prek edhe pi komente edhe pi këtoj. Me të regu drejt Shqipe nuk është që po më hanë. Po thjesht po du dhe juve mi ausharu se na jena shumë mropa na shqiptarët. Na jena te për mropa. Adhen neve na vynë edhe zdi sa vjetë mu bon si Gjermant, Zvicerant, Amerikant. Ato Shqipe unë ka një herë thëmë shqyqyr që jem jashtë. Që jetoj jashtë edhe është njerës ma të kulturum janë këtu, ma të respektushëm, ma nuk i hanë që ka bën ti, ma nuk ta përmenin, apo më kuptani, thjesht qa jam duhet mu me pos pache. Ky mër vlla mas pari duhet si bab, si prind ose qa pëdyune, mu marrë me fëmijët e vetë. Unë e pasha zotis, si jam të kuptu qa hamomi kanë mër vlla, qa mi përmenin mu fëmijët. Jo fëmijët, jo që fëmijët, jo ashtu ju kështu. O bro, unë e kum thonë edhe në atë videon e kalume. Une që tonë Shqipe nuk e kuptoj, a jeni të po ju që tu të ekroni jem në YouTube, a jeni të po që tu natë që ka po shkruun, ta olan ta bazaj për fmi bën video. Une kërkur nuk e kum dhonë kontratu se kum në shkruj të bro që pëj për fmi. Ta është që më këshyrë fëmija ytë, une i kum thonë ati këshyrë mo t'i djali i qëti. Unë që tonë vlo se jam të mujtë me kuptu, njëri më thot mu se ku marrë shpesher dhe kërcnime, sharje në për Instagram, në inbox, të më thonë njëri baba i fëmijëve, para me në një burë me mjekër, baba i fëmijëve mu të më shajt, fliqt. Qështu ka me ta bon, kur të të nëzon live, qështu, po qëtë video pitut fëmijët. Po do me folë të shka ka thonë ky krejt, ama po do me thonë që para me ndëni një njeri i par shkollë, një njeri shumë i thjesht, që ai nuk di ma shumë se për te Kosovës me dala i zdin hup. Një bab që zdin as shka me thonë, shahat veç. Me dhe mek po do me thonë shëpët e mija që unë kur gjonë s'kam të bëj për shama me fëmijën e ti. Unë që do s'jam të kuptu bro, po kom qef me do një njeri, ose një youtuber, ose një njeri që e sharon që të punë. Me thonë qka mund t'i kanë mërë vlog ta, pashe unë që do s'pe kuptej. Bërnonë një kojsha egzistojnë sa youtubera be t'jashtet, bërnonë një kojsha PewDiePie, be Markiplier, Jacksepticeye, Kalos, Mr. Beast, sa tjerë bro se s'un po muj këtë mi përmen. Krejt bërnonë një kojsha shohen, po une kur nuk shona, qaq fliq për shema me thonë ta qështu. Ta kojsha bro, unë e kam se shprej, ta kojsha e thëm edhe si në humër, ose kuder, kur, vanaj sen, këto e thjesht fjallë humër, komedi që unë i luj, edhe këto sun minol mu kërkush. Amo, unë kur s'kum bo video të përmen fjallë të fliqta, e në qo se ju që to pi konsidereni si fjallë të fliqta, që ka bëni mër ju mi po youtuberat e tjerë që përdojnë ta mën fjallë të fliqta? Po youtuberat shqiptarë i në lyp një vetë, shohen me rëp, e përmenin kën, e përmenin pën, e përmenin qën. Kur kush s'fol për ta, qa muti mu keni kap mu? Bro, a qa qinit propambetet më vlo par shkollë, juve duhet m'ju që edhe njerë në shkollë, e pse i një baba, burra, edhe njerë duna me ju këthy në shkollë juve vlo. Ose me dal pak jashtë Kosovës me këshu qyshon përëndim, qfar njerës janë këtu më vlo. Energji veç të keqe kanë, tash me një dhe komentet të mi ledzu. Që në Shqipe këtë tjetërin, që ka komentu edhe zhdë sen komenqit, se mazi po më thëjnë mu anonimës me emër pa një orë, se me ftyrë kjus del këtu, sa në i farë qobonja në i kush, njëjtin probleme kam 5 mëngjes kur t'ja një zonin këti mu mlojnë ment, ka të losëm njëri. Ky tjetëri ka thënë Gold Digger e kush pëlqon këto në 5 mëngjes, po kuptoj, jali tybe. Që kjo në Shqipe një
fakt që djali i këtij më shumë do mu se babën e vet. Dhe me thënë djali quhet në 5, unë nga në mu, e këto nuk e llogarit. Për shembull ky personi tjetër, tash edhe s'du shipe sen me bo blur, as me fshin. Çka të kanë thonë këta, çka janë shoh pilon. Dhe pas çatër ku pi fshimin e këta sene, o për shohat banale. Onë të bona tash tamam banale në kështu. Çe ky djali tjetër. Aha, në njëri me çamirat. Ai shumë herë e ka thonë në për videot e veta që me zër mos mi këshyr videot e mia. Shkon familja e filonit thot me bloku. Kur budall e ka fëmin e vet, që ja japin telefonin 2 vjet apo 3 vjet, veç me shliru bothën e vet. Tani po thënë jo po na prish fëmin ky fucking bullshit. Që ky personi ja kisha boll like direkt. Shikoni shipe çfarë komenti legit 100% çish duhet mu kon. Shikoni, shumë e vërtet është. Ky tjetër që ai ka komentuar mu Tajland a je ti. Po mendon shipe ky mos jam unë që ky personi e kom shkruajt komentin unë te kjo faqja. Tani ky tjetri tu e shojt këtë tjetrin. Mos ju thuj fëmijëve 2 vjet budall. Tu e shojt këto. Pastaj shojmë këtë bosin, baba i fëmijëve të vet që ky tjetri ky bosi, shkojmë të gjithëve me kanë report t'ja bllokojmë. Jenë mund jo me një report, me 3 milion, 100 milion report aty s'e bllokon kurr. Energji negative mundesh me shpreh sa don edhe hate. Edhe me më kërstu mundesh po që sen kurrë edhe 3 milion vjet s'e bën. Që ky tjetër çka i ka thon pastaj. E qysh ja jep fëmis telefonin pika par. Kur s'ke nerva mu merr me fëmijë pa e mashtru me telefon mos kërko arsye tim për dimi. A për sheh shipe veç ko ober nono kur po shoh që si njerëz të mençëm, shkollum, e jo çobona. Kur po shoh çështu, a din çysh po vjen sa mirë. Njeri kur e kupton e këshurin ata mu shliru vetë këni na ajt jepja fëmis 2 vjet, 3 vjet telefonin, në që taj mu, pastaj po thënë, qka për njën ta ulontin të full, laj po full vetë, po nonën ja kosh, ajo mu në mësu si fëmis tëna, o vla, unë e kumë thonë 100 herë, unë e bëj video për veti, bëj për ata që më dëjnë, për të rritur, unë e luj loja horror, luj loja aksion, nashta ka dhe skena erotike aty, si për shembull GTA, për kujt si han ose ti s'ke nevojë me këshyr. Si unë për shembull, një video që s'm pëlqen se këshyr as fëmis tem si alon. Po ti kur je bobi dopt, çapo merresh me mua, apo kupton? A veç hajt ta shoj ta olon të najt të thëm palite sen. Që ky tjetër që më ka pëlqyer edhe ky me komentin e tij. Përshëndetje i nderuar, ta olonte nuk bën video për fëmijë, po për adoleshent. Shumë e vërtet. E ndoshta edhe mbi 18 vjet. Shumë e vërtet, ju shipe vetë dini, lojat horror janë plus 18. Lojat që ka na skena erotike, jo del naj famon, jo del naj burr i zhvesht. Thjesht loja, o bro, loja ka çështu, ata lojat i bëjnë për neve. Po më vjen keq me të thënë ama ti si prind duhesh mos me lënë në YouTube, për në YouTube Kids. Sa ai është për fëmijë të vegjël. Videot e tij nuk janë për shijen time, por s'kam pas nevojë me blloku. Që ky personi është i madh, i rritur që ky anonimi, pe tregon që është vet i madh, i rritur, nuk mi këshyr mu videot, po thotë që nuk ki nevojë ti mi thon ashtu. Për shembull mu, ja kum fshi djalit YouTube-n, po thot ky. Sa aty ka video shumë herë më të këqija se videot e taulontit. Kështu në shqipe. A pe vreni që ky personi ja ka fshi fëmis vet videot, YouTube-n, se ka pas sene më të këqija aty, edhe shumë e vërtet. Jo që po do me mbrojt taulontin, po thot ky djali as nuk e njeh. Ama besom se çfarë video munden me ju dal fëmijëve në YouTube, taulontet janë lule. Apo kuptoni? Me demer ky po do të thotë që video në YouTube ka alo më të këqija, e ju videot e taulontet janë shumë poçe, lule, me demek shumë të mira. Pastaj që ky personi njëjtë, që ky rrofshi, personi njëjtë ka komentu, pastaj ka thonë, po ju tregon prolla, aty shka spirren me do lojnë aso bë bllokë. Oh my gosh, shikoni me shqipaz, kështu është çfarë komenti. Që pastaj ky personi tjetër, bolle kam bloku, apet m'dil kjen vene tjera, e kotish, ky ish si ai bari, magari që thoj se s'munesh duk në për bari. Fjalët e pista, fëmija prej këtij mësojnë, po ma keq atë që dramatizon të situata me ngu zemrës fëmis të shtim. Po mirë be ti bës, ti bosi i Facebookut, ti a përdur vet TikTok? Po. A këshyr femnë në TikTok ty aty? Po, e shumë e vërtet është. A këshyr në live stream qa bëjnë TikTokera shqiptar? A i ke po? Po, i ke po se vet i këshyr ti që ata në për live stream e qa bëjnë. E qa bëjnë bra ty se në të flishta bre, në për live stream se s'du mja për me emrin e TikTokerave. In live, qa bëjnë aty? Qfar fjall folin? Po fëmija që aty nuk pimsoj kanë TikTok, dhe me thonë fëmin s'përdojnë TikTok. Çdo fëmijë në TikTok është. Ai pa 3 vjeta, 5 vjeta, 6 vjeta hec me telefon. E pasi që në TikTok ai nuk po mësoj ka keq, atë unë ku më mësoj keqa. Që ton s'po kuptoj, shqipët e mia vetëm ju mas qarëni mu që ton. TikToki ku ka ma i mirë se YouTube janë në atë aspekt që s'ka se Netflix ta. Në TikTok mërë ki vrasë, mërë ta më në vrasë, mërë.
s'po foli për sene tjera, mërë bro. Në München që po jeton, 2 fëmijat e mi janë mësu me shajt me thonë shumë fjallë të këshia prej ti. Qyne shipe, që kam i thonë këti? Unë s'kam fjallë, apo thëmë, unë se më to e bo qëtë video asë me shajt kërkan, asë me full keq, vështish, po nervëzojna me fakte që shumë jena për mas më vëllo na shqiptar që nuk di më vëllo që është për të Kosovës ose me menu me thonë YouTube shqiptar. A den une dhe me thonë mësu pitolon të fjallë të këshia, po qëfar fjallë të këshia më unë po folë ka më vëllo. Une muja dhe me fliq, alo ma shumë në video. Me sho, me thonë kën, pën, qën, jetë muj mi thonë une, si youtuberat e tjerë shqiptar. Po ti nuk i njena është ata youtuberat e tjerë shqiptar. Se na shtas të kanë dalë shumë for you page, në home page si une për shembull. Hajt ta ulon të që ky po, që ky më i fam shpi pi dal fëmis të më shumë që ti pi shkrujune. Hi këshyri tjerë qa folin, pastaj kime përqaf mua, kime thonë ku valla gabim kush nëse ky ko ka më i mirë sa ata, ky s'po fol ka sen, po une jem gut. Dishka që vetëm ja që arrova me cik është se mu sa herë të vinë Kosovë, u mnalin, une rrugës vlla që edhe rosës si tham, rosa e din pasha une rrugës kur dal kom qef gjithmonë me dal me kapuqë dhe me syza, se kitë mnalin rrugës. Sidomos familjar, bashkë për qëtim që e kina, ju që keni fol keq. Familjar, babë, non, daj, pasha zotin, qatë shumë, mnalin rrugës, du të me bo foto çdo 50 metër. Çdo 50 metër që eci mnalin. Edhe kitë më japin fjallë të mira. Djali jem të këshyrë shumë, vajza eme të këshyrë shumë, të në ditën e lume në televizorin të nje të këshyrëm. Që se pash njoni rrugës që më tha mu, ti ma kem su djalin te mu sha, veç nalë me këshyrë thëm, pa une jem baba yt ati, i tina, qa ka këtu, qa ka mu në të bëj me djalin tën. Edhe gjashtu shipe ka pas në Instagram, du me cekush për ka pas raste fëmijë të sëmur, që Allah i shëroft ata, fëmijë të sëmur kanë pas, që qatë shumë kanë dosh mu më kanë këshyrë, pastaj jenë sëmur, edhe familjar të tërë prindit më kanë qumë mu mesazh ka thonë ta bën be një video mja që fëmijës tem sa është i sëmur, edhe shumë të ka dosh tyje mja nesh ditën, edhe ja kum qumë me gjithë qef. Edhe ndoshtë ai personi ka bo ma mirë pastaj. Zdi unë atyja më ka bo ma mirë, thjesht, kur ka marrë një mesazh për një youtuber që e dën. Pasha zotin zdi. Që që shqipët e mija me që ka shpe përfundoj, like, comment, subscribe, ju doa shumë edhe bye bye.